Miqtë mi të dashur, para se të vazhdojmë me rubrikën e fundit apo të pathënat e kësaj jave, unë ju ftoj të jeni pjesë e jona përmes faqes tonë zyrtare në Facebook me Prive Klan Kosova, gjithashtu edhe përmes portalit prive.alo për më të reja sa i përket fytyrave tona publike. Mos harani, jemi edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube me po të njëjtin emër. E tani e shohim bashkë se kush hyn në rubrikën e radhës. Senzacioni shqiptar në botë, era e strevi ka shënuar një tjetër sukses, por kësaj radhe jo në muzikë. Siç mëson Prive, ajo është në prag të arritjes së marrëveshjes me një ndër kompanitë më të mëdha kozmetike, Revlon, për qenë imazh i brendit Sinful Colors që përmban një seri të llaqeve për fanj. Kontrata priti të ketë një vlerë shumë të madhe, teksa era do të krijojë vetë në bazë të preferencave të saj lloje të ndryshme të ngjyrave. Paraprakisht, ka qenë Kylie Jenner emri i përgjedhur nga kompania për të shërbyer në të njëjtin pozicion me atë që era do të marrë së shpejti. Na jena njo ishte një ndër refrenat më të pëlqyer që i solli shumë koncerte Bujupit dhe Dallull së bashku. Mirë po kjo nuk do të jetë kënga e vetme dyshës për këtë vit, pasi që është finalizuar një projekt i ri mes tyre. Ndërsa Ardian Bujubi ka punuar edhe në një këngë që këtë herë vjen në bashkëpunim me artist internacional. Kiss Kiss është projekti që Ardiani e sjell me Mohamedin Willie Williams e Big Ali dhe pritet të lançohet shumë shpejt. Dale është projekti i parë solo i Lindonit, por që rezultoi me sukses duke shënuar edhe shifra të larta klikimësh. Ndërkaq tani ka finalizuar videoklipin e tij më të ri që sapo është publikuar në YouTube. Kënga mban firmën e Brick Records, ku producenti i saj është Adrian Gaxha, që mban po ashtu pozitën e menaxherit të këngëtarit. Videoklipi i saj është realizuar nga Intermedia, teksa po e shihni premier në ekran. Ma déjà vu, mami ami sitte tu. Ma e mira ye, ma e mira share. Në fillim të vijës, këngëtara Soni Mala e përpos që konfirmoi fesën e saj rrëfeu edhe për një projekt muzikor më ndryshe se ato që publikoi në 2016. Bëhet fjalë për produksione që mbante ritme latine e që do lançohen në korrek, por nuk doli kështu. E edhe pas 2 muaj nga koha kur pritet transmetimi i saj, nuk e dëgjuam. Prive kontaktoi me Sonë, e cila tregoi se kënga nuk është anuluar, thjesht është shtyr për pak më vonë për shkak të zgjedhjeve të lokacioneve për xhirimin e spotit. Reperi nga Ferizaj, Arton Abdyli, pas 2 projekteve muzikore gjatë verës, është duke finalizuar këngën e tij më të. Ishte kjo tëra që kemi përgatitur për ju miq të mi të dashur, unë ju përshëndes përzemërsisht me një pikë muzikore sipas dëshirës suaj. Mos harroni të vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programet e Klan Kosovës. Një falënderim i posaçëm shkon për sponsorët tanë, ata janë Vala Forgji dhe Uji Dumdum. Natën e mirë dhe mirëmbëjtje.